7 vite nga vrasja e të riut Antonio Karafili në Voskopoj të Korçës, prokuroria ka arritur të identifikojë 2 autorët e krimit, Recep Vatin dhe Kejsi Spajllarin. Ngjarja ka ndodhur në vitin 2018 kur trupi i pajetit 18 vjeçarit u gjeti varur me një çarçaf në një pemë në periferi. Në ato kohë rasti u hetua si vetvrasje, por hetimet e mëvonshme të prokurorisë së Korçës zbuluan se bëhej fjalë për një vrasje të mirëmenduar. Nga indicjet dhe provat biologjike rezulton se Recep Vati dhe Kejsi Spajllari kanë mbytur me çarçaf Antonio Karafilin dhe më pas e kanë varur në pemë duke inskenuar vetvrasjen e të riut. Motivi i krimit dyshohet të jetë lidhja paralele që Kejsi Spajllari kishte me viktimën dhe Recep Vatin. Pas krimit Spajllari emigroi në Kanada, ndërsa në gusht të 2024-s Recep Vati vrau veten. Pas kësaj pritet që prokuroria e Korçës të procedojë me urdhër arresti ndërkombëtar për Kejsi Spajllarin, e cila prej vitesh jeton në Kanada ku ka krijuar familje. Për mediat e ëma e Kejsi Spajllarit thotë se vajza nuk ka lidhje me ngjarjen dhe se çdo gjë është stisur. Çdo gjë është një sajës, çdo gjë është e shtirur dhe e stisur e tëra nga ka qenë komplet ndryshe historia që në fillim. Jam vërtet shumë e shokuar sepse nuk ka mundësi që pa pasur asnjë gjë konkrete të shpiket kjo histori. Të bësh një person vrasës pa pasur asnjë provë, Kejsi nuk ka lidhje fare. Ndaj Kejsi Spajllarit është caktuar masa e sigurisë arrest në burg në mungesë me akuzën e vrasjes me dashje në bashkëpunim.